Çështja e përparimit, zhvillimit, ngecjes dhe rilindjes së botës muslimane është ndër temat e trajtuara si ndër dietarët musliman, ashtu edhe ndër ata jo musliman. Janë shkruar shumë vepra e artikuj nga pikpamje të shumta. Janë përpunuar pjesë të caktuara, periudha të caktuara. Është debatuar shumëllojshëm, por megjithatë, nuk është arritur deri te një rezultat që do të kënaqte edhe kriteret shkencore, por edhe pikpamjet tjera fetare, kulturore e qytetëruese. Thjesht mungon një trajtim monografik, serioz, gjithëpërfshirës. Kjo është edhe e qartë kur kemi parasysh një periudhë të gjatë kohore, prej 14-15 shekujsh, kur kemi parasysh një hapësirë gjeografike prej Marokut e deri në Indonezi, prej Evropës qendrore e deri në qendër të Afrikës, por edhe problemi me pakicët muslimane në përgjithë kontinentet. Këtë e komplikon edhe më tepër larëshia etnike, gjuhësore, tradicionale e botës muslimane dhe në përgjithësi. Nisur nga kjo gjendje, gjithnjë më ka preokupuar çështja e përparimit mbretëslënës të Islamit në shekujt e parë dhe ngecja, prapambetja e muslimanëve në botë në fazat e mëvonshme. Përse muslimanët qenë të aftë në fillim të bëhen mësues të botës dhe përse më vonë u humbën të ruan vullnetin për mësim e punë, përse u përcaktua në atë mas që ajo dhe kjo fazë nuk mund të njihen. Ku është dhe kush është fajtori për këtë rënje? Mund të jetë fajtor Islami, Kurani, Muhamedi alayhis salam? Nëse po, përse po këta faktor nuk e penguan përparimin në fillim të Islamit? Nëse jo, përse muslimanët nuk vazhduan të përparojnë, të rilinden, të ngriten pas rënjes, por janë bërë vegla të huaja, sklavër modern, numër në matematikën botërore, mish për top në përvende e kohë të caktuara historike. Dietarët u përpoqen të ofrojnë përgjigjet e tyre. Në këtë aspekt ka edhe shkrime të mira, por sipas bindjes sime ato hulumtime e meditime janë të pjesshme, të kufizuara në kohë dhe hapësirë, shpesh subjektive dhe nuk ofrojnë një pasqyrë të plotë reale. Për shembull, dietari i madh i shekullit 20, El-Meududi, shkruan kryesore për prapambetjen e muslimanëve e shehin në mungesën e moralit islam të muslimanët. Disa të tjerë prapambetjen e shohin si largim të muslimanëve nga Islami dhe mësimet e tij, kurse disa mendohen që shkakun ta shohin në faktorët e jashtëm, si në mongolët, evropianët e tjerë. Por nëse këto shkrime nuk janë të plota, kjo nuk do me thënë se ato janë të këqija. Përkundrazi plotësojnë vakume të shumta dhe ofrojnë në bazë solide për shkrime më serioze dhe më të plota. Historia e kulturës dhe qytetërimit islam fillon në shekullin 7 sipas kalendarit gregorian. Përkatësisht, më shumë se 2 shekuj pas rënjes së Romës nga fiset veriore e lindore. Përkundër këtij sulmi katastrofik, kultura romake mbijetoi në pjesën lindore në frymën e helenizuar, e njohur si Bizant. Këtë gjendje e gjeti shfaqja e Islamit, Kur'anit dhe Muhamedit alayhis salam. Një Bizant të coptuar, një Persi të dërmuar dhe një prani të sekteve të gjithë religioneve. Për një kohë të shkurtër, Islami do të shtrihet në lindje e pastaj dhe në perëndim. Kina dhe Oqeani Atlantik do të jenë kufijtë e skajshëm. Në territoret e shtetit islam do të zhvillohet njëra prej kulturave dhe qytetërimeve më të përparuara dhe më të shkëlqyeshme. Shumë shpejt, perëndimi do të bëhet nxënës i Islamit. Kjo ndodhi sepse muslimanët nuk rrënuan çdo gjë para vetes nga trashëgimia egjiptiane, persiane, asiriane, fenikase e tjere. Ata e studiuan atë trashëgimi, e vlerësuan në pikpamje besimore dhe çdo gjë të nevojshme e përkthyen në gjuhën arabe. Asaj u shtua edhe zhvillimi musliman, që është vështirë të gjendet në histori. Gjuha arabe u bë gjuhë e fesë, kulturës dhe përparimit. Edhe sot qindra shprehje në fjalorin evropian kanë prejardhje arabe të asaj kohe. Shumë popuj e pranuan këtë gjuhë si gjuhë të tyre, sepse çdo gjë sillej rreth arabishtës dhe islamit.
edhe politika, edhe ekonomia, edhe kultura, edhe religioni. Të gjitha këto I theksojmë që t'ua bëjmë të ditur, të paditurve se Islami në fushat e ndryshme ishte para botës perëndimore, dhe se për një kohë të gjatë ka shërbyer si shkollë mendimi, kulture e qytetërimi. Në fund të fundit, humanizmi dhe renesansa janë fryte të këtij ndikimi islam. Libri që kemi para vetës, Rilindja muslimane dje dhe sot, përbëhet prej disa eseve të shkruara 2 vitet e fundit, si rezultati I bashkëpunimit me disa revista në gjuhën shqipe, si Takvimi në Prishtinë, Shenja e Hikmeti. Duke marrë parasysh këtë fakt dhe kohën kur janë shkruar, motivin pse janë shkruar, por edhe hapësirën e kufizuar të revistave, duhet thënë libri nuk është një tërësi kohezive materiale. Madje mund të rrjedhë ndonjë përsëritje e caktuar e fakteve apo ideve. Gjithashtu, idetë të caktuara të autorëve mund të mos jenë artikuluar sa duhet për shkak të shkaqeve që përmenda më herët. Por megjithatë, shkrimet janë të shkurtra, të argumentuara, larg banalizimeve dhe të kapshme për lexuesin me një frymë. Pra, mungesën e kohezionit material të librit e zëvendëson dinamika e shkrimeve dhe kohezioni shpirtëror I tyre. Për këtë arsye shpresoj që lexuesi do të përfitojë nga leximi I librit, ndërsa për ata me këmbëngulesit paraqet udhëzim të mirë për thellim të njohurive nga kjo dhe fushat e afërta. Si autor I këtyre eseve I falenderohem të gjithë atyre që ndihmuan në një mënyrë apo tjetër që libri të dalë para lexuesit për lexim e meditim, për veprim e ndryshim, sepse vetëm pas ndryshimeve ka kuptim e tërë ajo që synohet me këtë libër.